Hijri i profetit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ishte një test i madh i besnikërisë dhe sakrificës së familjes së tij të shenjtë, që na tregoi se besimi i vërtet kërkon të lër pas çdo gjë që pengon rrugën drejt Allahut. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, dha më shumë se sa mund të imagjinohej, duke rrezikuar jetën e tij në shtratin e profetit, ndërsa profeti e lavdëroi si më të dashurin dhe më besnikun e tij. Fatimatu Zahra, paqja qoftë mbi të, përjetoi dhimbjen e ndarjes me një forcë të qetë, duke qëndruar në mbështetje pa lëkundur e familjes së profetit. Në fjalët e Imam Sadikut, paqja qoftë mbi të, hijri nuk është vetëm një largim nga vendi, por ikje nga çdo gjë që largon njeriu nga Allahu. Ky rrugëtim shpirtëror na mëson se vërtet besimi përforcohet kur zemrat sakrifikojnë dhe kur shpirtrat ndjekin dritën e vërtet, edhe nëse rruga është e vështirë dhe e dhimbshme.